vezveset. Dhe kjo është mjeti kryesor që e përdor. Vezvesja është një përshpëritje që shejtani e bën tek gjuksi i njeriu në paradhomën e zemrës që të depërton përmes nefsit tek njeriu. Pastaj, nëse njeriu nuk e trajton me sukses siç duhet, nuk e refuzon, nuk e dëbon, shndrohet në mendim. Nga mendimi shndrohet në bindje, nga bindje në veprim. Shikoni këtë përshkallëzim. Andaj Allahu thot: "Wala tattabi'u khutuwati shaytan." Mos ndiqni hapat e shejtanit. Pastaj përmes hapave jetson strategjinë dhe planin e tij. Prandaj vezveset janë ato që i përdor shejtani kundër njeriu tonë. E këto vezvese të ndërrodh janë të ndryshme. Prandaj Allahu xhallahu ala shikoni në surën Falaq edhe Nas ka përmbledh sherrat kryesore. Sherrat kryesore që kanos njerëzimin janë përmbledhur në surën Falaq edhe Nas. Në surën Falaq janë përmbledhur 4. Nëse 5 është në surën Nas. Në surën Falaq ka rshi 4 sherrave është përmend vetëm emri i Allahut, Rabb. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Veç emri Rabb min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Gjitha këto sherrë vetëm me emrin Rabb. Dorso në surën Nas është përmend një sherr për ballti tranat Allahut azza jalla. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas. Por vezvesa është e rrezikshme. Jo pse duhet tranat Allahut me mposh vezvesë larg asaj, Allah e mposh çdo dan, po për treguar sa është e rrezikshme, sa është e keqe, se shumë gjëra deportojnë përmes vezveseve ato. Prandaj shumë njerëz domon nuk e kuptojnë realitetin e vezvesës, prandaj edhe shejtani i keq përdor duke njollos edhe duke manipuluar nefsin e tyre. Për shembull, çish manifeston këto vezvese? Mas pare duke u shndruar në dilema. Sot për shembull se dëgjojmë dilemat e shumë njerëzve pse nuk besojnë, pse nuk falen, pse nuk adhurojnë. Nuk janë dilema reale, janë vezvese. Shejtani i ka hudh e ata i kanë ngëlltisë dilema. Ata i kanë ngëlltisë si dilema. Nga dilema ka të bëjë me diçka që nuk i bash të qartë, nuk i bash të sigurt. Ata janë ashtuçare vezvese të shndruar në dilemë. Origjina e shumë dilema sot është vezvese e shejtanit. Që e ka përdorur si mjet për ta deviju njeriu në atë. Qoftë për shembull në besim apo qoftë pasin pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni për shembull sa ka çështje në besim që janë ngrisë dilema në esencë çka? Vezvese. Sot pram pyetja që bëhet, kush e krijoi Allahu? A është pyetje që bëhet sot? Të ateistët e caktuar, po. Bëhet. A është dilemë reale a vezvese? Nëse veç pak e zonë është vezvese. Nuk qëndron, nuk është pyetje. Nëse ka shumë çështje në dunjë, apo që nëse bën pyetje, janë pyetje pa qenë pa lidhje apo. Nuk kanë të përgjigje. Apo. Pra mos sikurse me pyet për filonin çfarë fëmijë ka lind, mashkull, që mos lind. Po më japti më përgjigje. Apo ky s'lind apo. Apo pyetja është balidhja. Nuk bëhet pyetje. Pyetja çka ka lind i bëhet gruas, nuk bëhet burrit, apo. A janë të pyetje që nëse drejtohen atë në gabuar, janë pyetje të gabuara. Jo pse s'ka përgjigje. Dhe pyetja kush e krijoi Allahun është pyetje në adresën e gabuar. Me shpjegimet vetë çka ka. Dhe ti është që në esencë është vezvese. Sherrri sot për shembull. Pse ka shëp, pse ka të keqe. Në esencë është vezvese. Që shejtani ka turbulluar. Me njëri të ka kriju në dilemë, që kur e analizon pak më tepër e kupton që nuk qëndron. Për shembull argumentimi me kader. Caktimi Allahut dhe më fal atë. Është që vezvese, nuk ka dilemë reale. Nëse njëri për shembull nuk ka problem me kader në asnjë segment të dunjos, po zakonisht kaderi bëhet problem në ku çështjet fetare apo. Asnjë nuk kemi dëgjuar ndonjëherë se nuk han buk duke prit kaderin. S'ka kështu. Na më shkoj me bind që caktimi i Allahut është ti më hongër më ha. Ja, s'ka, nuk ka han, pin. Këtë dunjon e ka në rregull me kader. Kaderi ka problem të namazit. Kaderi ka problem të hijabit, të mbulesat. Andaj kjo çështje selektive në problematizimin e kaderit jam e kuptuar se nuk ka dilemë, po është vezvesa. Pastaj gjithashtu të në adhurimeve, vezvesat që vinë në nxjisën syfatësi për shembull, mungesë koncentrimi, ndikimi, e shumë tjera janë pjesë të vezvesave. Me çka e defokuson me vezvesa?
Me çka ja kujton veç namaz, do punë që si kanë rënë jashtë namazit, vezvese. Madje transmetohet, nuk e di sa është sakt, po kam lexuar si rast që një njeri ka te Imam Abu Hanifa rahimahullahu ka unë e kum shef diku një qese me para, nuk po di ku mlon apo. Nuk po di ku kum shef apo. Parë madhe, are. Ka lidhur namaz të kujtohet. Në kuptim, edhe nëse është si rast i vërtet simbolik në katër are, sa jemi. E ke pa dësen bin men, si të lidhet namaz të kujtohet ku kellon qelsin apo. Më para kësaj nuk të kujtohet apo. Sa i don me ta hutu vëmendje, pastaj namaz me ta kujtu që të lidhesh me do punë të caktuar. Bezvese atë.